Sali Berisha akuzon Edi Ramën për mungesë transparence dhe llogaridhënie për publikun, ndërsa duke u referuar akuzave të kryeministrit në lidhje me statusin e tij në ngrata nga SBA, vijon të këmbgul se vendimi është përmes lobimit nga Tirana. Për sa i përket asaj që tha ai, unë them dy fjalë. Se Antony Blinken sot është non grata në vendin e tij dhe uroj që të paraqitet para drejtësisë amerikane. I them gjithashtu se nëse Blinkeni bërë një vizitë blic në Shqipëri i paguar apo i papaguar nuk di gjë, për t'i mbuluar skandalet mërshëm me Gonigal, Kazani po zjen. Ai skandal nuk mbyllet kurrë. Kjo është përgjigja ime për sa tha. Kreu i PD doli në një deklaratë për mediat pas një turi takimesh me bizneset e vogla në tregun industrial të Kamzës, ku u prezantoi atyre programin e Partisë Demokratike.